Për dëgjuesit e radios tashmë është e njohur treshja e emisionit Nga sporti në tingujt muzikor, drejtues dhe realizues të emisionit Kampionati botëror në Amerikë 1994. 3 intervista me 3 mendime. Ismet Bellova, Panajot Pano dhe nga miku i televizionit Mark Shoshi. 2 të parat të marrë nga gazetari Vladimir Grillo. Për sa i përket mikrofonit sportiv, do ishte me interes të merrni ndonjë mendim tuaj për kampionatet botërore, natyrisht dhe për këtë të fundit, dhe cilën skuadrë simpatizoni. Spari faleminderit për ftesën, së dyti ju uroj me gjithë zemër për emisionin dhe punën shumë të madhe dhe bukur që keni bërë përmes emocioneve dy. Ato janë festat të bukura, të mëdha të sportit botëror që pritën me interesim të veçantë. Sigurisht edhe unë pres me padurim këtë kampionat, finalet e tij që kanë zgjuar kaq interesim në mbar botën, edhe kam mendimin se jo vetëm do të jenë ndoshta nga më të mëdha, më të bukurat e deri tanishme, por do të jenë tepër interesante. Lidhur me pyetjen që më bët, do të thoja se Spari mendjen dhe zemrën e kam tek skuadra përfaqësuese e Gjermanisë, për të cilën kam bërë një përjashtim gjatë gjithë jetës time, duke i lejuar vetes që të kem një farë simpatie. Çfarë ju shtyn me këtë simpati? Disa faktorë, kam qenë disa herë atje, kam shoqëruar futbollistët gjerman, thuajse të gjitha skuadrat që kanë ardhur në Shqipëri. Jam njohur me figurat të shquara të futbollit gjerman, kam patur një farë miqësie, shoqërie me ta. Pra janë një varg faktorësh që më kanë shtytur, si dhe futbolli i tyre i madh, i shkëlqyer, do thoja, me kaq reputacion, me një bilans kaq të pasur dhe me kaq suksese. Veç Gjermanisë, do të thoja që do të më pëlqente që të paraqiten mirë, të arrijnë rezultate të larta, edhe Italia, Brazili, si dhe skuadra mikpritëse, ajo është Shtetet Bashkuara të Amerikës. Personazhi që po shikoni të nderuar teleshikues është i njohur për ju, mjeshtri merituar i sportit, Panajot Pano, një nga figurat e nderuara të futbollit ton. Panajot njiheni tashmë si amatori i futbollit gjerman. Duke krahasuar futbollin gjerman të viteve kur keni luajtur dhe ju, kujtoj 67 dhe 71-shin, me futbollin e tanishëm. Si e shikon lidhjen e dy skuadrave? Në radhë parë, ju falenderoj për ftesën që më bët, dhe të jap në mendimet e mia për futbollin gjerman të viteve 67 dhe 71 me futbollin gjerman të viteve 93-94. Gjithmonë nuk kam qenë një nga simpatizantët e futbollit gjerman, njëkohësisht palën mazore dhe futbollin brazilian. Të themi të drejtën, për futbollin gjerman unë kam pas simpati, ashtu si e thash më përpara, qysh atëre. Dhe duke krahasuar me futbollin e sotshëm, ka një rritje në krahasim me futbollin e atërshëm. Për arsye sepse futbolli i sotshëm, që lun Gjermani, lun me lëshmëri të madhe dhe ka një përgatitje të shkëlqyeshme fizike dhe ana kolektive që meriton futbolli gjerman i sotshëm. Kurse sa për hyje, futbolli i sotshëm nuk ka kaq sa ka pas në vitet 67 dhe 71. Për arsye sepse hyjet e futbollit të asaj kohe dihen. Për shembull, Beckenbauer, Overradi, Weber, Schnellinger, Schulz e tjerë. Kurse sot është një lojë tjetër, një lojë më e ngjeshur mbrojtje se sa në sulm. Dhe sulmuesit gjerman me fushorët, siç është edhe Mateus, krijojnë hapësira në zonat e skuadrave kundërshtare që luajnë ato. Si e parashikoni skuadrën gjermane në këtë kampionat? Unë them gjithmonë që skuadra gjermane duhet fitoj, por ka edhe të papritur në futbolli. Gazetari i ri në atë kohë, Sokol Balla. Kush mund të jetë tjetër ekip evropian i cili mund të konkurrojë ekipet e forta të Amerikës si Argentina apo Brazili?
po nuk duhet lënë mbrapa ekipi gjerman, i cili është një ekip gjithmonë në aktivitete, ka luajtë, ka pas rolin e vet, edhe ekipi gjerman prapë është një ekip shumë i fortë dhe nga ekipet europiane them që ekipi gjerman do jetë një ndër pretendentët e kupës botërore. Mendoni se kupa kësaj radhe do të vinë në Europë? Them që do të vi. O Italia o Gjermania do ta fitojnë.